Lista e Shqipërisë është publikuar për ndeshjen e 11 tetorit kundër Serbisë, ku qezinjtë janë gati për të luajtur në transfertën e vështirë të Leskovcit, atje ku duhet me patjetër një fitore për të marrë vendin e dytë dhe për të qenë më afër historisë, ndërkohë Serbia vendosi që ta spostone këtë ndeshje në Leskovc për të shmangur një përsëritje të skandalit si në Beograd, jo vetëm kundër Shqipërisë, por edhe me Anglinë. Skandale të shumta ndodhen në Beograd dhe Serbia u dënua me mbyllje të një pjese të stadiumit. Dënimi nuk ishte vetëm ky, por ka një kërcënim shumë më të madh se kaq. Një lajm fantastik vjen nga media në Serbi, Novasport.rs, e cila mëson se FIFA ka kërcënuar Serbinë me përjashtim. Sipas medias në fjalë, nëse ndodh qoftë edhe një skandal i vetëm në ndeshjen kundër Shqipërisë, Serbia do të përjashtohet menjëherë nga kualifikuesit e botrorit dhe do të pezullohet për 2 vite nga futbolli si një përsëritse e skandaleve të shumta radhazi në ndeshjet e futbollit. Pra Serbia do të mundohet me të gjitha mënyrat që organizimi për ndeshjen me Shqipërinë të jetë perfekt dhe lojtarëve tanë të mos i preket as fija e flokut. Dhe për të mbështetur këtë tezë të përjashtimit të Serbisë, vjen edhe reagimi i Federatës Serbe të futbollit. Si asnjëherë më parë, Federata Serbe e futbollit tregon se për ndeshjen e Serbisë kundër Shqipërisë, biletat nuk do të dalin në shitje. Biletat do të jenë vetëm me ftesë dhe ato do të shpërndahen komunitetit të futbollit, federatave rajonale sportive, klubeve në Serbi, studentëve në shkollat e futbollit dhe prindërve të tyre, sponsorëve zyrtar, njerëzve të medias, miqve të Federatës Serbe të futbollit dhe sigurisht të Aleksandar Vučić. Pra nëse ndodh qoftë edhe një skandal i vogël në ndeshjen me Serbisë dhe Shqipërisë, nuk do të kemi më luftë për një fitore 0-3 në tavolinë, por një përjashtim të menjëhershëm të Serbisë nga kualifikuesit e botrorit dhe ndoshta për 2 vitet e ardhshme. Shqipëria ka në dorë fatin e Serbisë dhe fundosjen e saj. Nëse Shqipëria do ta fitonte këtë ndeshje dhe stadiumi do të shpërthente, Serbia rrezikon shumë më tepër se sa thjesht humbja e mundësisë për të shkuar në botror, por ata nuk do të shkonin dot as në Europianin e ardhshëm, një atmosferë shumë e tensionuar në Serbi, nga e cila ne duhet të përfitojmë me çdo kusht. Gjithashtu në reagimin zyrtar të Federatës Serbe të futbollit, thuhet se hyrja në stadium do të lejohet vetëm me bileta të personalizuara dhe me kartë identiteti ose pasaport, duke bërë kontrolle shumë të ashpra sigurie nga frika e përjashtimit. Më poshtë, gjeni pak nga reagimi zyrtar i Federatës Serbe të futbollit. Në stadium do të kemi zyrtar të FIFA-s dhe UEFA-s si roje sigurie. Pjesëmarrja në tribuna dhe shpërndarja e biletave do të jetë vetëm për komunitetin e futbollit dhe nuk do të jetë për të gjithë njerëzit. Federata Serbe e futbollit apelon të gjithë pjesëmarrësit në stadium që të jenë sa më fair dhe të mos shkaktojnë probleme në mbarvajtjen e ndeshjes, pasi kemi të gjitha mundësitë për të marrë rezultatin pozitiv në fushën e vlerët, thekson Federata Serbe e futbollit.